Durrësi nuk ka nevojë për shkatrim. Durrësi ka nevojë për rinovim. Vetë projekti shprehet shumë qartë, ku thuhet restaurim, rinovim. Pra për t'i dhënë jetë dhe gjallëri atij komuniteti, turizmit. Ata bëjnë oponencë vetëm për vlerën, por shikoni vlerën pjesën tjetër. Këto janë shtëpia ku banojnë njerëz, këto nuk janë letra, këto nuk janë kuadrate. Përshëndetje zoti kryeministër, të merr nëna Rita 73 vjeçare, që është detyruar vetëm për firmën e jote që të vi këtu poshtë dritares tënde. Është shumë e rëndë për mua, edhe është shumë e mirë për ty ta kthesh në projekt, se po na rënon komplet si familja, komplet si Durrësak. Të lutem, shive dhe atë projekt edhe njerë, po të kërkoj me fjalën më të mirë.